Falënderimet dhe takojnë Allahut Azza wa Jall. Salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e dytë me radhë tek komentimi I kapitullit të Haxhit, tek cikli I ligjëratave, komentimi I thjeshuar I Sahihut të Imam Muslimit. Dhe kemi thënë që me qenë se jemi në prag të Haxhit, do të trajtojmë këtë kapitull. Jemi tek nën kapitulli I dytë I këtij kapitulli bab mawaqiti al-hajj wal umra. Mikati për haxh dhe për umre. Hadithi I parë transmetohet nga Ibn Abbasi, I cili thot: "Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dhal Hulayfa wa li ahli Sham al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-manazil ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها." Thot Ibn Abbasi se pejgamberi sallallahu ka caktuar banorëve të Medinës për mikatul Hulayfa, për banorët e Shamit Juhfan, për banorët e Najdit qarn al-manazil, për banorët e Yemenit Yelemlem, e pastaj tha ata janë miqat për ta dhe për ata që kalojnë andaj pari e nuk janë prej atyre vendeve, nëse duan që ta kryejnë haxhin apo umren. Çështja e parë në këtë hadith është Dhul Hulayfa, është për një vend I njohur që është, do thotë, mbi 10 kilometra larg Medinës apo në jug Medinës, është, do thotë, miqati, do thotë që është prej miqateve më të larta të prej Mekës. Pravisht është 450 kilometra larg Mekës. Pastaj El Juhfa apo miqati I Shamit Juhfa është miqat për banorët e Shamit, Egjiptit dhe vendeve të Maghribit. Pravisht është larg 187 kilometra nga Mekja. Qarnul Manazil është larg Mekës 94 km dhe është miqat për ata që vijnë nga drejtimi I Najdit. Edhe pra se gjendet në afërsitë të Taifit. Yelemlem është një kodër në rajonin e Tihamës, larg nga Mekja, pravisht 54 km dhe është miqat për ata që vijnë nga drejtimi I Yemenit. Çka është për qëllim fjala miqat? Fjala miqatet do thotë është për qëllim vendet në të cilat duhet vishet ihrami për haxh dhe për umre. Në esencë fjala miqat thotë caktim. Ndërsa më vonë kjo shprehje është përdorur edhe për shënimin e një vendi të caktuar dhe sot tregon, do thotë, vendin në të cilin vishen ihrama për ata që kanë punë me krye haxh dhe umre. Po ndryshe miqatet nuk kanë të njëjtë për të gjithë haxhilerët. Kështu që miqati atyre që banojnë jashtë kufive të miqatit është vetëm miqati dhe kur ata vendosen që ta vizitojnë Mekën, aty nuk u lejohet që të kalojnë miqatin pa u vesh me ihram. Miqati I atyre që banojnë brenda kufive të miqatit, ndërsa janë jashtë haremit Mekës, është kufiri I parë I haremit Mekës. Gjithsesi vendi, do thotë, I banimit të tyre, kanë thënë ulemat se është rasti me banorët e Xhiddes. Miqati I Mekës është brenda Mekës. Andaj për ata që, do thotë, janë banorët Mekës dhe dëshirojnë me kry haxhin dhe umren. Ndërsa kur duan të kryejnë umren, ata dalin jashtë haremit, do thotë atje I veshin ihramat me qëllim që të bëhen mysafir, sepse e gjithë umra kryhet në haram. Dhe normalisht duhet të fillohet jashtë haremit. Dhe pastaj në këtë hadith, do thotë, ka ardhur që kush është brenda këtyre miqateve, miqati I tij është shtëpia e tij, si dhe për ata që janë më afër, ndërsa për banorët e Mekës miqati është vetë, do thotë, Mekja. Pra kjo është argument I qartë. Do thotë se miqati I banorëve të Mekës është, do thotë, Mekja e jo Tenaimi, nga se Tenaim ka qenë miqat vetëm për Aishën radhiyallahu anha. Hadithi I dytë prapë nga Ibn Abbasi, do thotë, I cili, do thotë, tregon për miqatet. Do thotë pravisht hadithi është, do thotë, I njëjtë, vetëm thotë banorët e Mekës e bëjnë jetën e haxhit dhe umrës në Mekë. Pra kjo hadith që është në vijim, pra se është I njëjtë, do thotë flet për miqatet vendore. Për shembull thot Ibn Abbasi se pejgamberi sa ka caktuar banorët e Medinës miqatin Dhul Hulayfa,
Gjofen për banorët e Shamit, Qarrul Manazil për banorët e Najdit, ndërsa Yelemlem për banorët e Yemenit. Dhe thotë këto janë mikate për ta dhe për ata që kalojnë për ato vende e nuk janë banorë të tyre, ndërsa ata që duhen me kry haxhin e umrën, do thotë duhet me vepru kështu. Ata që janë më afër Mekës për këtyre mëkateve, njetën e bëjnë, do thotë prej aty ku nisen. Kështu që banorët e Mekës e bëjnë jetën në Mekë. Andaj hadithi tregon, do thotë që vendet të cilat do thotë ja ka mësuar njëri me kry haxhin e umrën, e bën jetën dhe i vesh ihramet nga mikati i caktuar. Dhe kjo është kufi të cilin haxhi nuk guzon me kalu pa bon jetë paraprakisht dhe nuk guzon me kalu pa vesh ihramin. Dhe emrat e mikateve normalisht janë caktuar me hadithet e pejgamberit alayhis salam, do thotë dhe do thotë shumica e dietarëve do thotë mendojnë se do thotë këta vende janë çashtu që ka përcaktuar pejgamberi sallam dhe mendojnë që është do thotë vajib veshja e ihramit. Nëse nuk e vesh në atë vend, do thotë për shembull, për shkak kallëbllakut kanë herë që po shkojnë njerëz në nxezë, atëherë do të thirr kurban. Po më mirë është me ikse çështje dhe me bëhu me haxhin me rregull të caktuar. Normalisht nëse njeriu i kalon, do thotë këto mikate pa vesh ihramin, do të jetë mëkatar. Do të duhet me thirr normal kurban dhe pastaj nëse e kryen haxhin e ka inshallah pranon. Në rastin kur njeriu hyn Mekë pa qëllim për me kry haxh ose umre, atëherë ai nuk e ka obligim veshjen e ihrameve, do të sipas shumë dietarëve. Përveç mikateve lokale ekziston edhe i ashtu quajtur mikate kohor, pra periudha e vitit në të cilën duhet dhe mund të bëhet një do thotë haxhi dhe të vishën e ihramet. Dhe mikate kohor është vetëm akona të cilën do thotë mund të kryen normalisht ritualet e haxhit. Do thotë koha do thotë muajve të haxhit. Gjithashtu në këtë hadith thotë ata të cilët apo ato vende që nuk janë përmendur në këto hadithe që i cekam, do të veshin ihramin në ato vende me të vërtetë në të cilat kalojnë. Thotë nëse i bie me kalu ka Yelemlemi, i vesh atje ihramin. Nëse i bie me kalu ka Gjohve, i vesh, nëse i bie ka Dhul Hulejfe, i vesh atje thotë ihramat. Për shembull, ata që vinë nga drejtimi i Shamit, Siria, Jordani, ihramat i veshin në Dhul Hulejfe, edhe pse nuk janë banorë të Medinës. Po ashtu haxhilerët thonë që normalisht zakonisht udhtojnë, do thonë nga Medina deri Mekës, ose nëpërmjet Sirisë dhe Jordanisë, i veshin ihramin në Dhul Hulejfe, nga se është thotë mikati dhe për të cilin mikat do thotë kalojnë edhe do thotë haxhilerët tonë, të cilët do thotë shkojnë në haxh. Hadithi radhës se mëton nga Ibn Umir, i cili transmeton se ka thënë pejgamberi يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن. Thotë se pejgamberi sa ka thonë banorët e Medinës thotë i veshin ihramin në Dhul Hulejfe, banorët e Shamit në Gjuhfe, banorët e Najdit në Qarn. Thotë kam dëgjuar pejgamberin sa do thotë kurse banorët e Yemenit në Yelemlem. Do thotë pejgamberi sa realisht ka dosh me na tregu që ata që jetojnë thotë në jashtë atyre vendeve, normalisht ka është ardhja i veshin ihramet aty. Për shembull, ata që janë në Medinë, që realisht edhe haxhit tonë janë në Medinë, për shembull, shkojnë haxh, i veshin në Dhul Hulejfe, banorët e Shamit i veshin në Gjuhfe. Pra është hadithi do thotë i njëjtë ku tregon këto çështje. Gjithashtu do thotë hadithi i radhës prapë është nga Ibn Umir, po është i njëjtë. Do të veshja ihramin nuk është vetëm veshje e rëndomt. Për shembull, e një lloj të veçantë të rrobës që është para për haxh, ka se esenca e ihramit është niyeti, që njeriu do ta kryejë, do thotë haxhin edhe umrën, ose do ta kryejë, do thotë haxhin edhe umrën bashkë, ose do të kryejë ndarazi. Andaj niyeti është prej shtyllave të haxhit, të rukneve të haxhit, nga sa Allahu azza xal do thotë ka thonë që uma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Nuk janë udhëruar ata ndryshe vetë se me adhuru Allahun azza me adhurim të sinqert. Andaj veshja e ihramit dhe niyeti për haxh është ose umre, normalisht i ka dispozitat, edukatat, të cilat dispozitat edukatat duhet me ju përmbajt haxhiu. Thotë që kur të veshë ihramin pas niyetit është mirë me qenë i pastër, edhe ihrami edhe trupi, do thotë i ti, do thotë duke qenë i pastër nga parera thorrja mostaqet, do thotë rrugë qimet në stjetulla apo vendet e tufshme. Pastaj normalisht duhet me rregu ndalesave që thotë janë dera që i ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam.
Pastaj do thotë janë gjëra të cilat do thotë i kemi thënë zakonisht në komentimin në fikun Hanefi në kapitullin e haxhet. Dhatu irq thotë që ka në transmetime tjera në këtë do të në kapitull të cilin në kapitull do të autori ka pru hadithe të cilat do thotë hadithe prapësisht e kanë kuptimin e njëjtë, po lexojmë do thotë edhe hadithin e fundit në këtë kapitull i cili transmetohet nga Xhabiri se pejgamberi alayhis salam se do thotë është dëgjuar se pejgamberi sallallahu ka thonë muhallu ahli al-Madinati min dhil Hulayfa wa tariqu al-akhar al-Juhfa wa muhallu ahli al-Iraq min dhati irqin wa muhallu ahli al-Najd min qarnin wa muhallu ahli al-Yaman min Yalamlam. Tha pejgamberi sallallahu banorët e Medinës i veshin ihramat nga Dhul Hulayfa. Drejtimi tjetër është al-Juhfa. Banorët e Irakut në dhatu irq, do ta shpjegojmë tash çka është dhatu irq. Banorët e Najdit në Qarnul Manazil, ndërsa banorët e Yemenit në Yalamlam. Dhatu irq është do thotë mikati për haxhileret që vinë nga drejtimi i Irakut. Është një vend në mes Najdit dhe Kodrës apo Tihamës. Në do thotë afërsitë të Autasit dhe është larg Mekës praktikisht 90 kilometra. Gjithashtu duhet të cek që meshkujt i veshin ihramet nga mikati, kurse gruaja mbetet me rrobat e saj të zakonshme që ka pas më herët. Do të bën përjashtim gruaja që lejohet me pas rrobat e çepura, këpucë, çorape kështu me radhë, e mbulon kokën e malesh me shami për të dhënë nga mashkulli dhe normalisht nuk e ngrit do thotë femra as zonën, do thotë as nuk e ngrit zërin në fjala kur dëshiron me thonë telbijen. Do thotë me rastin e veshjes së ihramit apo fjala me rastin e bërjes së niyetit se normalisht gruaja ihram sikurse mashkulli nuk ka në atë formë, por shkak se do thotë trupi i saj është i tërë avret me përjashtim me dhëbën tonë Hanefi të duarve dhe fytyrës. Andaj kush e bën, do thotë kush e ka niyet me kryhaxhin, kuptohet, duhet me i përmbajt gjërave të cilat do thotë i ka parapar pejgamberi sallallahu në hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht veprimet e pejgamberit sallallahu janë argument do thotë për neve se si duhet na me krye këtë obligim madhor në fen Allahut azza wa jall, pra obligimin e kryes së haxhit, kushtet e pesë të thotë Islamit. Në kapitull radhës është babu talbiyati wa sifatiha wa waqtiha, rreth talbiyes, karakteristikave të saj dhe kohës kur duhet me thonë talbiya. Thotë Ibn Omeri se talbiya e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Thotë Ibn Omeri pejgamberi sa ka thonë talbiyen kështu, thotë që se ka arabisht, që ne gjuhën shqipe do thotë të përgjigjem ty Allah, të përgjigjem, nuk ka të adhuruar me të drejtë posteje, do thotë nuk je shok, ty të përgjigjem, ty të kon falëndërimi dhe prej teje janë mesidit e tije i pashoq. Pastaj Abdullah ibn Omeri kishte shtuar lebejke lebejke wa sa'dejk والخير بيديك لبيك والرغب إليك والخير والرغباء إليك والعمل. Tha të përgjigjem ty, të përgjigjem çdo e mirë është në duart e tua o Zot, ty të përgjigjem vetëm ty e meriton ibadetin. Talbia, me sa që e kuptojmë gjithë, është përgjigje në thirrjen e Allahut azza wa jall që më u vizitu shtëpia e Allahut azza wa jall Qabja. Normalisht kjo është do thotë teksti apo forma e talbijes që e ka thënë pejgamberi dhe e kanë transmetuar sahabët, e prej tyre njeriu që njëherë që e kanë ndjek hapa sahabët do thotë pejgamberi dhe është prej tyre që kanë pasuar sunetin e pejgamberit duhet me thonë normalisht talbijen, do thotë sa më shpesh, pavarësisht ai me duke ecë apo pas veshjes së ihramit apo duke shkuar në Qabe, është mirë me do thotë me e thonë do thotë talbijen, nga se është do thotë madhrimi i Allahut azza dhe përgjigje e ftesës së Zotit xhelle uala. Gjithashtu për të transmetuar prapë do thotë talbia praktikisht e njëjtë, do thotë që ka thonë dhe transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, pra është e rekomanduar fetarisht që me u thonë talbia me zë, fjala nga me shkujt, siç ka ardhur transmetim në Musnadin e Ibn Abi Shaybes se ka transmetuar Ibn Abi Shaybe nga Muttalib ibn Abdullah, i cili thotë sahabët e pejgamberit e kanë thonë talbien me zë, saqë zërat e tyre ushtonin, do thotë në kohën e
e haxhit e transmeton edhe Buhariu këtë çështje. Dhe normalisht është transmetuar, u thotë se tha pejgamberi sa më erdhi Xhibrili dhe tha urdhroi sahabët që të ngritin zërat e tyre me rastin e thënies së telbijes, sepse ajo është prej simboleve të haxhit. E shohim Imam Ahmedin në Musnedin e tij. Është pyet pejgamberi se cila është haxhi më i vlerë? Ai tha haxhin në të cilën thuhet telbia me zë dhe me të cilën theret do thotë kurbani. Thotë Imam Abu Hanifa rahimahullah dhe Imam Shafiu se thënia telbijes me zë është veprim i pëlqyeshëm, ndërsa normalisht Imam Maliku e mendon të kundërtën. Thotë që pëlqejet me thonë pa zot telbijen, me zot ult, dhe me zot pëlqejet me thonë vetëm do thotë kur është njëri afër çapës dhe kur është nga mejna. Kuptohet gratë thonë me përshpëritje, ashtu që me dëgju vetëm me vetveten e tyre. Dhe këto normalisht do thotë janë ditë flasin do thotë për formën e telbijes, se si duhet me u thonë telbia dhe se si duhet me trajtu do thotë edhe gratë këtë çështje, normalisht mos me thonë me zot. Gjithashtu telbia është një lloj përgjigje ndaj ftesës së Allahut azza wa jall dhe kuptohet nuk kurzohet që njëri me dashur me thonë telbien me qenë do thotë me abdes, për shkak se s'është kërkuar një gjë e tillë. Dhe njëri përgjigjet fjalët e Allahut azza wa jall, ku Allahu tha wa'dhin fi an-nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq, se njerëzit për haxhillok ata do të vinë në këmbë dhe me deve për të gjitha viseve të largëta. Dhe ti kur shkon haxh, kur bën jetën me kryhaxhin, thonë labejk Allahumma labejk, të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem do thotë thirrjes tonë që këtë thirrje të thotë e ke shtinë me thonë Ibrahimin alayhi salam. Normalisht disa pejgamberë do thotë kanë thonë që është sa më shumë më mirë me ngrit zonën, do thotë gjatë telbijes, dhe është mirë do thotë që me vazhdimisht me e madhru Allahun azza wa jall, dhe është mirë me thonë do thotë telbien tekstualisht, ashtu do thotë siç e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo është përgjigje ndaj Allahut azza wa jall dhe normalisht është përgjigje ndaj do thotë ftesës së Zotit xhelle wa ala. Ibn Abbas i thotë mushrikët kanë thonë të përgjigjem ty, ti nuk ke shok. Dhe pejgamberi sa më tha mirë për ju, kjo ju mjafton. Por ata madje kanë thonë këtë përveç shokut që është shoku yt, ti s'u ndonda se ai jo. Dhe këto e thonin kur bënin tavaf rreth Çabës. Dhe normalisht pejgamberi sallallahu e ka kundërshtuar këtë çështje dhe ka porositur që me thonën telbien vazhdimisht. Pra mushrikët para islamit normalisht duke bërë tavafin e kanë thënë një pjesë të telbies që ka vazhduar më të do të ka vazhduar më tej, që ka vërtetuar njësinë e Allahut dhe mos ekzistimin e shokut. Përpas kësaj vepre e kanë thënë edhe pjesën tjetër, në të cilën shpreh besimi i tyre në shumë zota dhe përshkrimi i tyre shok Allahut azza wa jall. Dhe pejgamberi sa i ka treguar që do thotë ja thonë vetëm pjesën e parë të telbies dhe e largonu nga telbia e dytë, nga se pjesa e dytë që ju po thoni, do thotë ka elemente dhe fjalë të shirku, do thotë idhëtari, të cilat do thotë elemente nuk i don Allahu azza wa jall, nuk i don do thotë krijuesi i gjithësisë subhanahu wa ta'ala. Normalisht dietarët kanë mendime ndryshme rreth çështjes së telbijes, a është obligim apo çka është, do thotë shumica ulemave, dhe kjo është e saktë, kanë thonë që është çështje e pëlqyeshme. Disa prej tyre kanë thonë që është do thotë kusht për të filluar ihrami, e disa prej tyre do thotë kanë thonë që është vajxhib, nëse nuk e thu, atë duhet me prej kurban. Kuptohet një gjë e tillë, do thotë është e vërtetë që është do thotë e pëlqyeshme dhe normalisht nuk është mirë me lon, por nëse e le, nuk obligohesh me thirr kurban apo me bëu diçka tjetër, do thotë si lloj shpagimi për lënien e telbijes. Dhe meselja e fundit për sot apo në kapitullin e fundit është banorëve të Medinës u është urdhëruar veshja e ihramave nga xhamia pra Dhul Hulejfe. Transmetohet nga Ibn Omeri, i cili thotë kjo është bejda juaj për të cilën do të thoni të pavërtetë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu ta zëvon, do të thonë ndaj të dërguarit të Allahut. I dërguari Allahut i ka veshur ihramet te xhamia, do të thonë në Dhul Hulejfe. El bejda është pjesa e Dhul Hulejfes, do të thotë drejtim të Mekës, dhe normalisht aty i mushrikinët kanë thonë, do thotë gënjeshtra për pejgamberin selam, dhe normalisht ata i kanë veshur çita të cilat se kinse i ka buar te pejgamberi, realisht ato gjëra do të janë larg vërtetës edhe larg realitetit, të cilën realitet dhe gënjeshtra e mohon do të edhe Abdullah ibn Omeri, do thotë djali i Umar ibn al-Khattabi dhe shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.